Rikthehemi në studio pas storjes apo këtyre deklaratave të Jeton Budimës për 3 ngjarje aktuale, rubrikës së TU-s tashmë, dhe vazhdojmë me një rrëfim shumë interesant. Ka ndodhur që kanë vozit vetura, fëmijë të vegjël, por një automjet apo një mjet të tillë është hera parë? Po, jo, ka dhe raste të tjera, mirë po kësaj moshe nuk kam vërejt. Është një djalosh nga Mitrovica, i cili ka vetëm 7 vjet, ndërsa ka fillu të vozis ose lodra e tij e parë ka qenë një automjet i cili ka 3 ton, mase ka vazhdu me 7 ton, ndërsa tashmë vozit një automjet ose një eskavator i cili ka 24 ton. Do thotë, ati i duket si një lodër, madje edhe kur fillon të shpjegoj, do ta shihni edhe brenda stories, kur fillon të shpjegoj ato instrumente se si e manevron gjithë këtë eskavator, atëherë është një me befasues. Po nga kush është mësu? Është mësu nga prindi i tij, i cili ka një firmë ndërtimi dhe kështu gjatë qëndrimit çdo ditë në firmën e babës vet, ka vendosur që ta provoj para 2 vjetëve ta provoj vozitjen e eskavator, ndërsa një fëmijë 7 vjet i cili ka 2 vjet eksperiencë në vozitje të eskavatorit, kështu që është mjaft. Është një son kushte. Madje do ta shihni edhe brenda stories se si mundson që eskavatori madje të ngritet në afro 45 shkallë. Po, a bënte gabime gjatë kohës kur e gjironi ju? Gjatë kohës kur manovronte? Asnjëherë. 2 vjet përvojë punë. Ta kanë bërë gabime duke gjiruar. Po, një storje shumë interesante dhe një fëmijë shumë interesant se si e manevron në eskavatorin, e shohim në storjen e Milotit. Vozit dhe manovron një mekanizëm disa tonësh. Kush është vozici? Derisa fëmijë e tjerë luajnë futboll, lodra e këtij 7 vjeçari është eskavatori. Manovron me të sikur të ishte një gjë krejt e thjeshtë. Dikuj do t'i duheshin vite eksperiencë, por edhe ky nuk është pa përvojë. E këm po njëherë bobin, 3 kilo bageta e këm provu edhe vetë e ju mësu. Këm qafmi me gryzoll, me hegdhejën, gurt. Nëse e shikojmë nga jashtë se si manovron, vështirë se do të besonim se është një fëmijë. Madje edhe shokët e klasës së tij nuk e kishin besuar se ai vozit këtë bish. Vallaj, su kam besu. Së besëshin. I kom tregu së besëshin. Pej moshës 3 vjeqare me lojat vogla kalu, me bagerat vogël. Loja i ka adhuru shumë bagerat. Kështu se i ka pas afer gjithë ka më për vete dhe me lojat vogla të mësue, të i përcjell, të pas të adhuru dhe goljen bagerat punës. Njerë për njerë do bagera ma të vogël, 3 ton, 7 ton, ta rreq, kjo është diku ka 24 ton. Behrami thuhet të jeti dashuruar në çdo gjë me peshë. Çdo sen që vetë në vozitje i pëlqen. Eskavatorat e mëdha rrugës ka pëlqej, ka punoj, ka është gjithë i përcjell rrugës. Ku ka punimet të eskavatorëve këtu, syti jesin ta të punuar, të këty shikuhet. Por si funksionon ky eskavator?
kjo ecë për para, që kjo për mas. Që kjo këthen bagetin që kjo në kitoma. Që kjo është tim, që kjo ngri. Që kjo e qelë, që kjo më shrel. Që kjo e lëshon, që kjo e qënë. Këto, këtë hekin, mos mja trupur së fënën. Mja trupur së fënën. Rikthemi kështu në studio pas këtij rrëfimi për vozitjen e eskavatorit të një fëmije 7 vjeçar nga Mitrovica. Kjo është shembull për atë rastin që e kom pas më herët, më para 2 ditë më duket. Ai personi që provon të voziste makinën dhe Jo, kjo është shembull pa shembull të krahasim, po. Po pra. Deni do ta vozisë edhe automobilin pa kurrë problemi, madje deni që edhe me fren dorës manovroj ose cilët për 360 shkallë. Me automobila me eskavator? Jo, me eskavatorë pak si vështirë, po... E kish ambici që të bëj edhe pilot? Pilot? Po besoj, Po besoj që aje pas ka zgjedh, vetëm tash profesionin. Qka s'ka ndeti ka? Do të kalojmë të kredi qka tjetër është fjala për një recetë re, por pas një blok reklamash.